Gjesti dhe Rizarta përfshihen në një debat të nxehtë në mes të dhomës së ndenjes, ndërsa banorët e tjerë i vëzhgojnë me kurreshtje dhe habi. Gjesti, i ulur me një qëndrim të shkujdesur, shikon Rizartën me një buzëqeshje ironike dhe i drejtohet asaj me një ton sfidues. Hajde, Rizarta, mos bëj sikur s'kupton. Që kur ke hyrë këtu, ke bërë sikur nuk të intereson fare, por e di shumë mirë që je futur këtu sepse ke qejf të rish me mua. E gjitha kjo është një lojë për ty, apo jo? Thot ai, duke e parë drejtë në sy. Rizarta hap sytë e saj të mëdhenj nga nervozizmi dhe e tund kokën me inat. Ti qenë ke më arrogant nga sa mendoja. Të mendosh se unë kam ardhur këtu vetëm për ty është qesharake. Ti mendon se je qendra e botës, por realiteti është krejt ndryshe. Unë kam hyrë këtu për veten time, jo për ty, i përgjigjet ajo me një ton të prerë. Gjesti qesh dhe tund kokën me përbuzje. Po pra, po, e dim këtë versionin tënd që unë kam ardhur për veten time, por nuk është e vërtetë. Që nga dita e parë ke tentuar të më afrosh, ke kërkuar vëmendjen time dhe ke bërë të pamundurin që të jemi interesuar për ty tani që unë s'po ta var fare, po të djeg, apo jo? Ja, kthen ai, duke e parë me një vështrim ngacmues. Rizarta, e irrituar nga fjalët e tij, ngrihet në këmbë dhe përplas duart në tavolinë. Ti je i pabesueshëm. Nuk është faji im që ti mendon se çdo vajzë këtu është e fiksuar pas teje. Unë nuk kam asnjë interes për ty dhe as që më bëhet vonë nëse më var apo jo. Mjaft më bëre të dukem si dikush që vdes pas teje, sepse nuk është as pak kështu. Thot ajo me nerva, ndërsa disa banor nisin të qeshin nën zë. Gjesti ngre supet dhe qesh lehtë. Mirë, thuaj ç'të duash, por unë e di të vërtetën. Po ta kisha dhënë vëmendjen që doje, do ishe ngjitur pas meje si gjithë të tjerat, thot ai me vetë besim, duke e lënë Rizartën edhe më të acaruar. Debati vazhdon për disa minuta të tjera, ndërsa tensioni midis tyre rritet dhe banorët e tjerë shikojnë me interes këtë përballje të fortë.